për t'ju kundër përgjigjur qifutëve, të cilët pretendojnë se e vranë Isain a.s. Allahu i lartësuar do ta bëjë gënjeshtrën e tyre të qartë nëpërmjet tij. Ai Isai do t'i vrasë ata dhe do të vrasë edhe prisin e tyre, Dejjalin. Hafidh ibn Hajeri e ka përzgjedhur këtë mendim mbi mendimet e tjera. Isai a.s. ka parë në Injil vlerat e ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç tregohet në fjalën e të lartë madhërishmit. Përshkrimi i cilësive të tyre është në Teurat dhe po ky përshkrim është edhe në Injil. Ata janë si një fare mbjell ku mbin filizi i vet, e ai trashet, përforcohet edhe qëndron në trungun e vet. Ajo e mahnit mbjellsin. Fet 29. Dhe pastaj i është lutur Allahut që ta bëjë atë një prej tyre. Allahu ju përgjigj lutjes së tij dhe e mbajti derisa të zbres në kohën e fundit për të rinovuar gjendjen e fesë me të cilën u dërgua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Islamin. Zbritja e Isait a.s. nga qielli do t'jetë kur t'i afrohet vdekja, me qëllim që të varroset në tokë, sepse nuk i lejohet një krijese prej dheu që të vdesë dhe të varroset diku tjetër, përveç tokës. Zbritja e tij i përgjigjet daljes së Dejjallit dhe ai a.s. e vret atë. Ai do të zbresë për të përgënjeshtruar të krishterët, të cilët thonë se është biri i Zotit, gjithashtu edhe për të nxjerrë në pa pretendimet e tyre të kota rreth tij. Allahu i lartësuar në kohën e Isait a.s. do të zhduk të gjitha fetë, përveç Islamit. Ai Isai thyen kryqin, vret derrin dhe heq xhizjen. Ndërmjet këtyre dy pejgamberve, Isait edhe Muhamedit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë me të dy, ka një lloj lidhjeje, sepse nuk ka pasur pejgamber ndërmjet tyre, siç ka thënë pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Unë jam njeriu më i afërt për Isain, të birin e Merjemes, sepse ndërmjet meje dhe atij nuk ka pasur pejgamber. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam është prej njerëzve më të afërt me të. Isai a.s. i ka dhënë popullit të vet myshtën se pas tij do të vijë si i dërguar prej Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai a.s. i ka bërë thirrje njerëzve që ta pranojnë dhe ta besojnë atë sallallahu alaihi wasallam, sikurse thotë edhe i lartë madhërishmi. Kujto kur Isai, i biri Merjemes, tha: "O bijtë e Izraelit, unë jam i dërguar i Allahut tek ju, për t'ju vërtetuar Teuratin e shpallur para meje dhe për t'ju sjell lajmin e gëzueshëm për një të dërguar që do të vijë pas meje, emri i të cilit është Ahmed." Por kur u solli atyre shenja të qarta, ata thanë: "Kjo është magjia e hapur." Es-Saf 6. Në një hadith, përcillet se sahabët kanë thënë: "O i dërguar i Allahut, na trego për veten tënde." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Po, unë jam lutja e babait tim, Ibrahimit, dhe mëjdeja e vllait tim, Isait." Pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkoi prej nesh që t'i dërgojmë Isait alayhis salam selam nga ana e tij. Nga Ebu Hurejre radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sa afërmi do të zbres midis jush Mesiu, Isai, i biri i Merjemes, si gjykatës dhe drejtues i drejtë. Ai vret derrin, thyen kryqin dhe do të ketë vetëm një thirrje, një fe. Bëjeni ose leti bëj çdo kush selam prej të dërguarit Allahut dhe flitini, se ai do të më besoj." Kur Ebu Hurejres i erdhi vdekja, ai tha: "Bëjeni atij selam prej meje." Në një transmetim tjetër të Ebu Hurejres radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Unë shpresoj që nëse jetoj gjatë, të takohem me Isain, të birin e Merjemes. Nëse më shpejton vdekja, kush e takon atë prej jush, le t'i bëj selam prej meje." Koha e qëndrimit të Isait alayhis salam në tokë pas zbritjes së tij. Isai alayhis salam
do të qëndrojë në tokë 40 vjet, ku njerëzit do të jetojnë në mirëqenie, paqe dhe drejtësi. Tregon për këtë hadithi të cilin e parashtrua më lart të përcjell nga Ebu Hurejra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pejgamberët janë vëllezër, nënat e tyre janë të ndryshme, ndërsa feja e tyre është e njëjtë. Unë jam njeriu më i afërt për Isain, të birin e Merjemes, sepse nuk ka ndërmjet meje dhe atij asnjë pejgamber, deri kur tha: qëndron Isai alayhi salatu wassalam në tokë 40 vjet më pas vdes dhe i falin xhenazen muslimanët. Ebu Hurejre radiallahu anhu në komentin e fjalës së Allahut të lartësuar, në të vërtetë ai është shenjë e orës së kiametit, ka thënë: dalja e Isait dhe qëndrimi i tij në tokë do të jetë 40 vjet. Këto 40 vite do të jenë sikurse 4 vjet në të cilat kryhet haxhi dhe umrja, haxhi i Isait alayhi salam. Nga Ebu Hurejra radiallahu anhu përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, i biri i Merjemes ka për të hyrë në luginën e Rauas për haxh ose umre, ose duke i bashkuar të dyja. Do më thënë se Isai alayhi salam do të vi për ta kryer haxhin nga lugina e Rauas, që është një rrugë ndërmjet Mekës dhe Medinës. Mënyra e lidhjes së tij për ritjen e haxhit, ihrami, vetë ndalimi, do të jetë ose mutemmetiu, kryerja e umres dhe e haxhit me shkëputje të vogël mes tyre, ose do t'i kryej të dyja bashkë, kiran, duke lidhur ihram për haxhin dhe umren së bashku. Ndërsa në një transmetim tjetër të përcjell nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të zbresë Isai, biri i Merjemes, si gjykatës edhe drejtues i drejtë, dhe do të marrë luginën për të kryer haxhin ose umren, ose të dyja së bashku. Pastaj do të vi tek varri im, do të më jap selam dhe unë do t'ja kthej selamin. Pastaj Ebu Hurejra tha: o bijtë e vllajt tim, kur ta shihni atë, i thoni: Ebu Hurejre të bën selam. Dalja e Jexhuxhve dhe Maxhuxhve. Jexhuxhët edhe Maxhuxhët janë dy fise të mëdha, ose dy popuj prej bijve të Ademit alayhi salam, siç është transmetuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa për sa i përket transmetimeve në disa libra, u thuhet se disa prej tyre janë shumë të shkurtër dhe disa të gjatë, se ka prej tyre që njëri mveshë shtrin si dyshek dhe me tjetrin mbulohen si organe tregime të tjera të ngjashme me këto, janë të gjitha të pabaza. Ata janë prej bijve të Ademit alayhi salam dhe kanë natyrën njerëzore, por në kohën e Dhul-Karnejnit, ata kanë qenë popull që bënin shkatërime në tokë. Fqinjet e tyre kërkuan prej Dhul-Karnejnit që të bëjnë ndërmjet tyre dhe këtij populli një blokad, pengesë, në mënyrë që t'i pengojë ata edhe të mos e kalojnë atë për të bërë shkatërime në tokë. Ai, Dhul-Karnejni, e bëri një gjë të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar se në kohën e fundit, pas britjes së Isait alayhi salam, ata do të dalin tek njerëzit dhe do të shpërndahen në tokë si valët e detit. Ata do të arrethojnë Isain, të birin e Merjemes edhe besimtarët që janë me të në malin e Beitul Magdisit, Jeruzalem, dhe gjendja e besimtarëve atij do të vështirësohet shumë. Allahu i madhëruar do të lëshojë mbi Jexhuxhët edhe Maxhuxhët një krim që do t'i hajë ata në qafë dhe që të gjithë do të vdesin për një herë, sikur të ishin një trup i vetëm. Kështu e mbron Allahu i lartësuar Isain alayhi salam dhe shokët e tij prej sherrit të tyre. Zhvillimi i këtyre ngjarjeve do të jetë si më poshtë. Historia e ndërtimit të bllokadës, pengesës së Jexhuxhëve dhe Maxhuxhëve. Allahu i lartë madhëruar, në ndodhinë e mbretit të devotshëm dhe të mirë Dhul-Karnejnit, thotë: mandej ai u rrek përsëri një aso mundësie, një rrugë të tretë mes perëndimit e lindjes nga veriu, deri kur arriti mes dy kodrave si penda.
Dhe prapa tyre gjeti një popull që thuaj se nuk kuptonte asnjë gjuhë, përveç gjuhës së vet. Ata thanë: "O Dhulkarnein, vërtet Yexhuxhi dhe Mexhuxhi janë duke bërë shkatërime në tokë, a bën që ne të japim ty një kontribut në formë tagre atatimi, e që të bësh një pend mes nesh edhe mes tyre?" Ai Dhulkarneini tha: "Atë që mua ma mundsoi Zoti im është shumë më i mirë nga ajo që ma ofroni ju. Po ju më ndihmoni me fuqi punëtore të bëj një pend të fortë mes jush dhe mes atyre. Më sillni copa të hekurit." E kur e nivelizoi ai me dy anët e kodrave, tha: "Ndisni." E kur e bëri atë hekurin zjarr, si zjarr nga të ndezurit, tha: "Më sillni bakër të shkrir, t'ja hedh atij." E ata as nuk arritën ta kapërcenin atë, e as ta shponin. Kef 92-97. Së pari, kush është Dhulkarneini? Ai është një mbret besimtar që ishte vepërmirë dhe i devotshëm. Sipas mendimit më të saktë të dietarëve, nuk ka qenë pejgamber. U quhet me këtë emër për shkak se sundimi i tij arriti nga lindja dhe në perëndim të globit, atje ku lindi briri i shejtanit dhe atje ku perëndon. U quhet me këtë emër për shkak se sundimi i tij arriti nga lindja dhe në perëndim të globit, atje ku lind briri i shejtanit dhe atje ku perëndon. Ai nuk duhet ngatëruar me Aleksandrin e Maqedonisë, sepse Aleksandri ka qenë qafir dhe ai ka jetuar pas Dhulkarneinit. Largësia kohore ndërmjet tyre ka qenë më tepër se 2000 vjet. Allahu e di më së miri. Allahu i madhëruar historinë e tij e ka përmendur në surën Kaf, ku rrëfen se ai Dhulkarneini ka shëtitur gjithë tokën. Ne do të qëndrojmë këtu vetëm me ajetet të cilat kanë lidhje me të dhe me Yexhuxh Maxhuxhët. Pastaj mori një rrugë tjetër, domethënë se pastaj Dhulkarneini marshoi drejt një rruge të tretë që ishte ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Kjo rrugë çonte atë në anën veriore ku malet ishin të larta, derisa arriti në mes dy malesh, domethënë deri kur arriti me ushtrinë e tij në një zonë që ishte mes dy maleve të mëdha, në rajonin ku shkëputet toka turke dhe pas saj vijon Armenia dhe Azerbajxhani. Midis këtyre dy maleve ishte një gryk nga e cilat dilnin Yexhuxhët dhe Maxhuxhët drejt vendeve turke dhe rënonin, prishnin dhe shkatëronin të mbjellat dhe bagëtit. Kur turqit pan fuqinë e Dhulkarneinit dhe vërejtën tek ai shenjat e forcës dhe devotshmërisë, ata kërkuan prej tij që t'u bënte një blokadë pengesë nga krahu i Yexhuxhëve dhe Maxhuxhëve, të cilët i sulmonin her pas here duke kaluar nga ajo gryk. Në këmbim, ata i ofruan atij pasuri ose pagesë që do ta mlidhnin dhe do t'ia jepnin për punën që do të bënte. Mirëpo mbreti, vepërmirë, Dhulkarneini e ngriti blokadën pa kërkuar prej tyre asgjë, pa shpërblim. Ai e priste shpërblimin nga ana e Allahut të lartësuar. Dhulkarneini e pata arsyeshme se mënyra më e përshtatshme për ta bërë pengesën ishte bllokimi i rrugës ndërmjet dy maleve. Ai kërkoi prej atij populli që ta ndihmojnë atë me fuqi punëtore. "Më ndihmoni mua me krah. Do të ndërtoj një pengesë midis jush dhe atyre." I vendosi blloqet e hekurit të rreshtuara midis dy maleve dhe pastaj u tha atyre: "Fryeni zjarrit." Domethënë ti fryn zjarrit me shekujt, gjyrykët e tyre, derisa hekuri të skuqet si zjarri. Domethënë ti frynin derisa hekuri i grumbulluar të skuqej prej nxehtësisë madhe e të bëhet si zjarri. Pasi u arrit kjo, tha: "Më sillni bakër të shkrir që ta hedh në të." Domethënë më jepni bakër të shkrir që t'i ngjisë copat e hekurit njëra me tjetrën për ta bërë të fortë e të paqashme. Yexhuxhët dhe Maxhuxhët nuk mundën të hipin lart për të kaluar, as ta kapërcenin për shkak të lartësisë së saj, pengesës, dhe as nuk patën mundësi që ta shponin nga poshtë, sepse ajo ishte shumë e fortë dhe e trash. Me këtë blokadë të pathyeshme, Dhulkarneini u ambylli rrugën Yexhuxhëve dhe Maxhuxhëve deri në ditën që Allahu do t'i lejojë ata të vërshojnë
në për tokë duke shkatëruar shtëgjejnë përpara. Kush janë Yexhuxhët dhe Maxhuxhët? Thuhet se Yexhuxh dhe Maxhuxh janë dy emra jo arab, siç janë emrat Talut dhe Xhalut. Nëse Yexhuxh dhe Maxhuxh janë emra arab, burimi i tyre rrjedh nga fjala uxhetin nar, zjarri u ndez dhe ndizet fort, kur shtohen flakët e tij. Kjo për shkak se ata ishin një popull i ndyrë, që digjnin dhe shkatronin çdo gjë në tokë. Emri i tyre rrjedh nga uji i kripur El Ujaj, që është uji te jeti i kripur. Origjinën e ka nga fjala El Ejj, që nënkupton shpejtësinë e madhe të armikut. Cila është feja e Yexhuxhëve dhe Maxhuxhëve? Dhe a u ka mbërritur atyre shpallja, mesazhi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Yexhuxhët dhe Maxhuxhët janë njerëz prej bijve të Ademit alayhi salam. Ajo të cilën e ka saktësuar Ibn Hajeri është se ata janë dy fise, pasardhës të Jafethit, të birit të Nuhut. Ata janë pasardhës të Ademit edhe të Havas. Për këtë tregon ajo çka është përcjell nga Imran ibn Husajni radiallahu anhu, i cili ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa prej udhëtimeve ndryshonte ecjen e tij në mesin e sahabëve, nxitonte, ecte më shpejt dhe ngrinte zërin duke kënduar këto dy ajete: O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, sepse dridhja e orës së Kiametit është vërtet një ngjarje e madhe. Ditën që do ta shihni atë, çdo grua me fëmijë në gjij do ta harrojë fëmijën e saj dhe çdo grua shtatzën do ta hedh barrën e vet. Njerëzit do t'i shihni si të dehur, ndonse ata nuk do t'jenë të dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër. Hajj 1:2. Kur sahabët e dëgjonin këtë, shtyheshin duke u ngutur dhe grumbulluar rreth tij, sepse e dinin se ai sallallahu alaihi wasallam do t'u thoshte diçka. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: A e dini se cila ditë është ajo që përmendet në ajet? Ajo është dita në të cilën Ademi alayhi salam thërritet prej Zotit vet, qofti i madhëruar, dhe i thot: O Adem, nxirre grupin e zjarrit. Ademi thot: O Zot, ç'është grupi i zjarrit? Ai thot: Në çdo 1999 për në zjarr dhe 1 për në xhenet. Imrani thot: Sahabët e tij heshtën, aq sa u zbe buzëqeshja në fytyrat e tyre. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa këtë, tha: Punoni dhe përgëzohuni, se pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit. Me ju janë dy popuj që nuk ishin në asgjë prej mirësive, përveç se me numrin e madh të tyre, Yexhuxhët dhe Maxhuxhët, dhe ata që do të shkatërrohen prej njerëzve dhe shejtanëve. U kthye buzëqeshja në fytyrat e tyre, u gëzuan. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Punoni dhe përgëzohuni, se pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit. Ju jeni në mesin e njerëzve si njolla në shpinën e deves, ose si kurse pulla në këmbën e shtazës. Numri i tyre i madh. Nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Yexhuxhët dhe Maxhuxhët janë prej bijve të Ademit. Kur ata të lëshohen në mesin e njerëzve, do t'u aprishin atyre jetesën. Asnjëri prej tyre nuk vdes pa lënë pas mbi 1000 pasardhës. Pas tyre janë 3 popuj: Teweli, Tarisi dhe Meseku. Nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhu, përcillet se ka thënë: Allahu i madhëruar i ndau krijesat e tij në 10 pjesë. 90 e përbëjnë melekët, ndërsa 1/10 krijesat e tjera. E ndau botën e melekëve në 10 pjesë. 90 e lavdërojnë atë natën dhe ditën pa ndërprerë, ndërsa 1/10 për të komunikuar mesazhin e tij. Krijesat i ndau në 10 pjesë, ku 90 i bëri prej gjinëve dhe 1 pjesë prej njerëzve. Njerëzit i ndau në 10 pjesë, ku 90 e përbën Yexhuxhët dhe Maxhuxhët, ndërsa 1 pjesë njerëzit e tjerë. Ky transmetim është thënia Abdullah ibn Amr ibn Asit radiallahu anhu, edhe nuk është hadithi ngritur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që këtij hadithi
nuk mund t'i jepet gjykimi i refit, se e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dihet se Abdullah ibn Amri radiallahu anhu ndonjëherë fliste izraelisht gjatë fjalëve të tij, por unë e përmenda këtë e therë këtu duke ndjekur rrugën e tij. Cilësitë e tyre fizionomike. Khalid ibn Abdullah ibn Harmele përcjell nga tezja e tij, e cila ka thënë se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbajti një fjalim. Gishtin e kishte të lidhur për shkak se e kishte pickuar akrepi dhe ndër të tjera gjatë fjalimit tha: ju po thoni se nuk ka armik, mirë po, ju do të vazhdoni të luftoni armikun derisa të vinë Yexhuxhët dhe Maxhuxhët, me fytyra të gjëra, me sy të vegjël, me flokë ngjyrë gështenj. Zbresin nga çdo kodrin me shpejtësi dhe fytyrat i kanë si mburoja të kalitura. Me flokë ngjyrë gështenj, do më thënë se flokët e tyre janë të zimë të kuqe. Fytyrat i kanë si mburoja të kalitura. I ka përngjasuar fytyrat e tyre me mburojen e kalitur për shkak se ato janë të rrafshta dhe të rrumbullakta, të ashpra dhe me shumë mish. Zbresin nga çdo kodrin me shpejtësi. Do më thënë se dalin me shpejtësi nga çdo vend i ngritur dhe pastaj shpërndahen në tokë. Si do ta çajnë bllokadën? Më lartë thamë se Yexhuxhët dhe Maxhuxhët ishin dy fise që shkaktonin lloj-lloj nga të rresash, derisa Dhul-Karneni ndërtoi bllokadën dhe kjo bllokadë u bë pengesë ndërmjet tyre dhe daljes për tek njerëzit. Ata ndodhen brenda bllokadës edhe padyshim që kanë ushqimet edhe pijet e tyre. Ata jetojnë me jetesën e tyre të veçantë. Yexhuxhët dhe Maxhuxhët vazhdojnë edhe përpiqen që ta shkatërrojnë këtë bllokadë, ndaj ata gërmojnë edhe përpiqen ta shpojnë. Nga Ebu Hurajra radiallahu anhu përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë bllokadë ka thënë: ata e gërmojnë atë çdo ditë, edhe kur ata arrijnë pothuajse pranë zhbllokimit të saj, ai që i drejton ata thot: kthehuni, se do ta gryeni nesër. Allahu e rikthen atë akoma edhe më të fortë, sikur nuk e kanë gryer. Kur ata të plotësojnë kohën e tyre dhe të vijë afati i caktuar, dhe kur të dojë Allahu që t'i nxjerrë ata tek njerëzit, ai që i drejton u thot: kthehuni se nesër inshallah në dasht Allahu do ta zhbllokoni. Pastaj ata kthehen të nesërmen dhe e gjenë ashtu si e kishin lënë. E prishin bllokadën dhe dalin në mesin e njerëzve. Ata pinë tër ujërat dhe njerëzit janë mbathin prej tyre. Pastaj ata hedhin shigjetat e tyre në qiell dhe shigjetat kthehen të ngjyrosura me gjak. Nga ky hadith përfitojmë 3 dobi. E para, Allahu i ka penguar ata që të gërmojnë natë e ditë, sepse sikur ta bënin, ndoshta do ta kishin çarë bllokadën. E dyta, ai i ka penguar ata që të ngrihen mbi këtë bllokadë me shkallë apo ndonjë mjet tjetër. Nuk u ka frymzuar diçka të tillë dhe ata nuk e din këtë. Ose ndoshta janë përpjekur, por nuk kanë pasur mundësi që ta kapërcejnë për shkak se bllokada është e lartë dhe është kep i thepisur. E treta, ai nuk do t'u jap sukses që ta thon fjalën inshallah në dasht Allahu, vetëm pasi të vijë koha e caktuar në të cilën kiameti do të jetë afër. Në hadith kuptojmë se tek ata ka zanatçin, përgjegjës, udhëheqës, pushtetar dhe ata që janë nën ta, ju binden atyre që kanë mbi krye. Gjithashtu në mesin e tyre ndodhen ata që e njohin Allahun dhe e pohojnë forcën dhe dëshirën e tij. Ose mundet edhe që fjala inshallah të dal nga gjuha e këtij përgjegjësi, pa ja ditur ai kuptimin dhe qëllimi i tyre do të arrihet nga begatia e kësaj fjale. Tekstet e përcjella në lidhje me Yexhuxhët edhe Maxhuxhët. Ajetet, Allahu i madhëruar ka thënë: të pyesin ty për Dhul-Karnenin, thuaju, do t'ju rrëfej për punën e tij me Kur'an, me shpallje. Ne i mundsuam atij forcë në tokë dhe i dha mundësi për çdo send që të mund ta arrijë. Ai u rrek një aso mundësie dhe mori rrugën nga perëndimi. Deri kur arriti në vend perëndimin e diellit, e gjeti se po perëndon në një far burimi me tym të zi, dhe aty e gjeti një popull. E ne i tham: o Dhul-Karnein, ose do t'i dënosh, ose do t'i marrësh me të mirë e t'i udhëzosh. Ai Dhul-Karneini tha:
Ai që vazhdon edhe më tej të jetë zullumqar, atë do ta dënojmë. Pastaj I kthehet Zotit të vet, e ai e dënon atë me një dënim të tmerrshëm. Sa I përket atij që besoi dhe bëri vepra të mira, atij I takon shpërblimi më I mirë, xheneti, dhe atij nga ana jon do t'i bëjmë lehtësi në jetë. Pastaj ai u rrek një aso mundësie, mori rrugën e lindjes, deri kur arriti vend lindjen e diellit. E gjeti se po lind me një popull që nuk I kemi dhënë ndonjë mbulojë prej tij, prej diellit. Ashtu bëri edhe me këtë popull, e ne kemi ditur gjendjen e tij, mundësitë dhe sundimin e drejtë të tij. Mandej ai u rrek përsëri një aso mundësie, një rrugë të tretë mes perëndimit e lindjes nga veriu, deri kur arriti me dy kodrave si penda. Dhe prap atyre gjeti një popull që thuajse nuk kuptonte asnjë gjuhë, përveç gjuhës së vet. Ata thanë: "O Dhul-Karnein, vërtet Jexhuxhi dhe Mexhuxhi janë duke bërë shkatërrime në tokë. A bën që ne të japim ty një kontribut në formë tagre a tatimi, e që të bësh një pend mes nesh dhe mes tyre?" Ai Dhul-Karneini tha: "Atë që mua ma mundsoi Zoti im është shumë më I mirë nga ajo që ma ofroni ju. Po ju më ndihmoni me fuqi punëtore të bëj një pend fort mes jush dhe mes atyre. Më sillni copa të hekurit." E kur e nivelizoi ai me dy anët e kodrave, tha: "Ndizini." E kur bëri atë hekurin zjarr, si zjarr nga të ndezurit, tha: "Më sillni bagër të shkrier t'ja hedh atij." E ata as nuk arritën ta kapërcenin atë, e as ta shponin. Ai Dhul-Karneini tha: "Kjo është një e mirë nga Zoti im, e kur të vjen caktimi I Zotit tim, ai e bën atë rrafsh, e caktimi I Zotit tim është I sigurt. Kur të vi caktimi I Zotit, ose kur të dalin Jexhuxh me Xhuxhët, ne bëjmë atë ditë që ata të përzihen si valët njëra me tjetrën, dhe I fryhet surit për herën e dytë, e të gjithë ata I tubojmë." Kef 83-99. Thënia e të lartësuarit, I cili pothuaj nuk kuptonte asnjë të folur, domethënë nuk I kuptonin fjalët e atyre që flisnin me ta, përveç se me vështirësi dhe me shumë ngadalësi. Gjithashtu Allahu I lartësuar thotë: "Derisa të hapet e Jexhuxh me Xhuxhve, dhe ata do të zbresin nga çdo bregore me shpejtësi." NBA 96. Thënia e të madhërishmit, ata do të zbresin nga çdo bregore me shpejtësi, do më thënë se dalin me shpejtësi nga çdo vend I ngritur dhe pastaj shpërndahen në tokë. Hadithet nga nëna e besimtarve Zeynep bintu Jahshi radiallahu anha, për cilët se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam hyri një ditë tek ajo mjaft I shqetësuar dhe thoshte: "La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Mjerë për arabët nga e keqja që ju është afruar. Sot nga blokada e Jexhuxhve dhe Maxhuxhve është hapur kaq, duke bërë me gishtin e madh dhe atë tregues një rreth." Pastaj Zenebja tha: "O I dërguari I Allahut, a do të shkatërrohemi ndërkohë që në mesin ton ka njerëz vepër mirë?" E ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Po, nëse shtohet e keqja." Më sillni copat e hekurit. E kur e nivelizoi ai me dy anët e kodrave, tha: "Ndizni." E kur e bëri atë hekurin zjarr, si zjarr nga të ndezurit, tha: "Më sillni bagër të shkrier t'ja hedh atij." E ata as nuk arritën ta kapërcenin atë, e as ta shponin. Ai Dhul-Karneini tha: "Kjo është një e mirë nga Zoti im, e kur të vjen caktimi I Zotit tim, ai e bën atë rrafsh, e caktimi I Zotit tim është I sigurt. Kur të vi caktimi I Zotit, ose kur të dalin Jexhuxh me Xhuxhët, ne bëjmë atë ditë që ata të përzihen si valët njëra me tjetrën, dhe I fryhet surit për herën e dytë, të gjithë ata I tubojmë." Kef 83-99. Thënia e të lartësuarit, I cili pothuaj nuk kuptonte asnjë të folur, domethënë nuk I kuptonin fjalët e atyre që flisnin me ta, përveç se me vështirësi dhe me shumë ngadalësi. Gjithashtu Allahu I lartësuar thotë: "Derisa të hapet e Jexhuxh me Xhuxhve, dhe ata të zbresin nga çdo bregore me shpejtësi." NBA 96. Thënia e të madhërishmit,
Ata do të zbresin nga çdo bregore me shpejtësi. Do më thënë se dalin me shpejtësi nga çdo vendi ngritur dhe pastaj shpërndahen në tokë. Hadithet. Nga nëna e besimtarëve, Zeynep bintu Gjahshi, radiallahu anha, për cilët se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, hyri një ditë tek ajo, mjaft i shqetësuar dhe thoshte: La ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Mirë për arabët nga e keqja që ju është afruar. Sot nga blokada e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve është hapur kaq, duke bërë me gishtin e madh atë tregues një rreth. Pastaj Zeynepja tha: O i dërguar i Allahut, a do të shkatërrohemi ndërkohë që në mesin ton ka njerëz vepër mirë? Ai sallallahu alaihi wasallam tha: Po, nëse shtohet e keqja. Nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, për cilët se ka thënë: Allahu ka hapur nga pengesa e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve sa kjo dhe bëri shenjë me dorën e tij në formën e dy nëntave. Nga Ebu Seid el-Kudriu radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i lartësuar thot: O Adem, ai thot: Të përgjigjem me kënaqësi, lumturia dhe hajri, mirësia janë në dorën tënde. Allahu i thot: Nxirre grupin e zjarrit. Ai Ademi thot: Ç'është grupi i zjarrit? Allahu i thot: Në çdo 1999 veta. Ky është momenti kur plaket i vogli, kur çdo 7 zën e hedh barrën e saj. Njerëzit duken si të dehur, por ata nuk janë të dehur, por ndëshkimi i Allahut është i ashpër. Të pranishmit thanë: O i dërguar i Allahut, e cili prej nesh mund të jetë ai personi vetëm? Ai sallallahu alaihi wasallam tha: Përgëzohuni, sepse prej jush do të ketë një burr dhe prej Yexhuxhve dhe Maxhuxhve 1000. Pastaj tha: Betohem në atë në dorën e të cilit është shpirti im. Unë shpresoj të jeni 1/4 e xhenetit. Transmetuesi i hadithit tha: Ne madhëruam Allahun. Pastaj ai sallallahu alaihi wasallam tha: Betohem në atë në dorën e të cilit është shpirti im. Unë shpresoj të jeni 1/3 e xhenetit. Ne e madhëruam Allahun, thot sahabiu. Pastaj tha: Unë shpresoj të jeni gjysma e banorëve të xhenetit. Ne e madhëruam Allahun. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Shembulli juaj në mesin e njerëzve në krahasim me popujt e tjerë është sikurse qimja e zezë në lëkurën e kaut të bardhë, ose si qimja e bardhë në lëkurën e kaut të zi. Përcillet nga Imran ibn Husaini radiallahu anhu, i cili ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa prej udhëtimeve ndryshonte ecjen e tij në mesin e sahabëve, nxitonte, este më shpejt dhe ngrinte zërin duke kënduar këto dy ajete: O ju njerëz, ruajuni dënimit nga Zoti juaj, sepse dridhja pranë katastrofës së kiametit është një llahëtari e madhe. Atë ditë kur ta përjetoni atë, secila gjithëdhënse braktis atë që ka në gjik, dhe secila 7 zën edh para kohe barrën e vet, ndërsa njerëzit duken të dehur, po ata nuk janë të dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër. Hajj 1:2. Derisa mbërrinte në fundin e këtyre dy ajeteve, kur sahabët e tij e dëgjonin këtë, shtyeshin duke u ngutur, sepse e dinin se ai kishte për t'u thënë diçka, edhe kur grumbulloheshin për qark tij, ai i thoshte: A e dini se cila ditë është ajo që përmendet në ajet? Ajo është dita në të cilën Ademi thërritet prej Zotit të vet dhe i thot: O Adem, nxirre grupin e zjarrit. Ademi thot: O Zot, ç'është grupi i zjarrit? Ai i thot: Në çdo 1999 për në zjarr dhe 1 për në xhenet. Imrani tha: Shokët e tij heshtën, aq sa u zbe buzëqeshja në fytyrat e tyre. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa këtë, tha: Pranoni dhe përkozohuni se pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit, me ju janë 2 popuj që nuk ishin në asgjë prej mirësive, përveç se me numrin e madh të tyre, Yexhuxhët edhe Maxhuxhët, dhe ata që do të shkatërrohen prej njerëzve dhe shejtanëve. U kthye buzëqeshja në fytyrat e tyre, u gëzuan. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha:
punoni dhe përgëzohuni, se pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit, ju jeni në mesin e njerëzve, si njolla në shpinën e deves, ose sikurse pulla në këmbën e shtazës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur po fliste në lidhje me shenjat e kiametit, zbritjen e Isait alayhi salam dhe gjykimin e tij midis njerëzve, tha: "Unë kam nxjerr një grup të madh njerëzish që nuk ka mundësi askush t'i luftojë ata. Prandaj mbroi robërit e mi në malin Tur." Nga Newas ibn Semani radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kështu dërgon Allahu Yexhuxhët dhe Maxhuxhët. Ata vërshojnë me shpejtësi nga çdo kodrin. Kalojnë të parët e tyre pranë liçenit Taberie, i cili ndodhet në Jordani, dhe e pinë të gjithë ujin. Kalojnë të fundit dhe thonë: Këtu ka pasur ujë dikur." Liçeni Taberie ndonjëherë quhet deti i Xhelilit ose liçeni i Xhelilit. Ai është një liçen i vogël, i cili bie në veri të Palestinës së okupuar. Në të derdhet lumi i Jordanit dhe pastaj del prej tij duke vazhduar rrjedhën përmes krahinës Gor në Jordani. Për masat e këtij liçeni, gjatësia e liçenit të Taberies arrin 23 kilometra, ndërsa gjerësia më e shumtë në të është 13 kilometra. Thellësia e tij nuk është më tepër se 44 metra dhe është 210 metra mbi nivelin e detit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ata ecin derisa shkojnë tek mali El Kamer, mali mbuluar me pemë, i cili është mali i xhamisë së Kudsit në Palestinë, dhe thonë: Vram çka kishte në tokë, e janë të vrasim çka është në qiell. Qëllojnë me shigjetat e tyre nga qielli dhe Allahu u kthen ato të përlyera me gjak." Rrethohet pejgamberi Allahut Isai alayhi salam dhe shokët e tij. Aq sa koka e demit do t'jetë për ndonjërin prej tyre më e mirë se 100 dinar ari për ndonjërin prej jush sot. Pejgamberi Allahut Isai alayhi salam dhe shokët e tij i luten Allahut që t'i shpëtojë prej tyre, dhe u dërgon Allahu atyre Negafin në qafat e tyre dhe vdesin të gjithë, sikur të ishte një njeri i vetëm. Më pas zbret pejgamberi Allahut Isai dhe shokët e tij në tokë, dhe vënë re se nuk ka ngelur pëllëm vëndi pa e mbushur ata me kalpsinë e trupave të tyre dhe erën e tyre të keqe. Pejgamberi Allahut Isai alayhi salam i lutet Allahut së bashku me shokët e tij që t'i largojë trupat e tyre, dhe dërgon Allahu ca zogj si qafat e deveve, që i marrin trupat e tyre dhe i hedhin ku të dëshirojë Allahu. Më pas Allahu dërgon një shi që nuk le palagur shtëpi prej balte e as prej lecke. E lan tokën dhe e bën si pasqyrë. Më pas i thuhet tokës: nxirri frutet e tua dhe ktheje begatin tënde. Atë ditë mund të hajë një grup njerëzish prej një kokë rreshege dhe mund të strehohen në hijen e lëkurave të saj. Qumshtit i jepet begatia aq sa deveja, që sa ka pjell mjafton për shumë grupe njerëzish, domethënë qumshti i saj. Lopa që sapo ka pjell mjafton për një fis të tërë, dhe delja që sapo ka pjell mjafton për një grup njerëzish. Ndërkohë që ata janë në këtë gjendje, dërgon Allahu një erë të mirë dhe të freskët, e cila u hyn atyre nën sqetulla dhe i merr shpirtin çdo besimtari dhe çdo muslimani. Ngelen vetëm njerëzit e këqinj, të cilët bëjnë marrëdhënie si gomerët. Mbi këta njerëz do të bëhet kiameti, ndërsa në një transmetim tjetër thuhet: pejgamberi Allahut Isai alayhi salam i lutet Allahut së bashku me shokët e tij që t'i largojë trupat e tyre, dhe dërgon Allahu ca zogj si qafat e deveve që i marrin trupat e tyre dhe i hedhin nëpër gremina, dhe për 7 vjet muslimanët do të ndezin zjarr nga harqet, mbajtëset e shigjetave dhe gjërat e tjera që kanë mbetur pas tyre. Nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, përcillet se ka thënë: natën e Isras, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u takua me Ibrahimin, Musain dhe Isain, paqja qoftë mbi ta, dhe së bashku bizeduan dhe përkujtuan kiametin, derisa ja lan fjalën Isait, i cili përmendi vrasjen e Dexhallit dhe tha: njerëzit pastaj kthehen në vendet e tyre.
Mirë pa atyre u dalin përpara Yexhuxhët edhe Maxhuxhët, të cilët zbresin me shpejtësi nga çdo breg shkëmbor. Ata pinë çdo ujë tek i cili kalojnë dhe nuk do të plën asgjë pa shkatëruar. Njerëzit kërkojnë ndihmë tek unë, me zë të lartë. Unë i lutem Allahut dhe ai të gjithë i vdes, si të ishin një trup i vetëm. Toka ndotet prej erës së tyre të keqe dhe njerëzit kërkojnë ndihmë tek unë. Unë i lutem Allahut dhe ai i dërgon shi prej qiellit, i cili i mbart kufomat e tyre dhe i çon në det. Nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, për cilët se ka thënë: ata do dalin në mesin e njerëzve dhe do të pinë ujë në tokë. Njerëzit do t'ikin prej tyre, ata hedhin shigjetat e tyre në qiell dhe ato u kthehen të ngjyrosura me gjak. Atëherë ata thonë: imposhtëm banorët e tokës dhe fituam kundër atyre që janë në qiell me forcë e me lartësi. Pastaj Allahu do të dërgojë në qafat e tyre nagafin, krimba, sikur krimbat që jetojnë në hundët e kafshëve, prej të cilave do të zhduken pa kur far shenje. Pasha atë në dorën e të cilit ndodhet shpirti i Muhamedit, kafshët e tokës do të shëndoshen duke ngrënë prej mishit të tyre dhe do të majmen, sikundër asnjëherë më parë. Hadithet e dobta që janë përcjellë në lidhje me ta. Në lidhje me Yexhuxhët dhe Maxhuxhët kanë ardhur shumë ajete dhe hadithe. Mes njerëzve janë përhapur disa hadithe të cilat janë të dobta. Prandaj do të përmend këtu disa për të qartësuar thelbin e tyre. Nga Hudhaifa ibnul Yemani radiallahu anhu, për cilët se ka thënë: e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për Yexhuxhët dhe Maxhuxhët, ndërsa ai tha: Yexhuxhët dhe Maxhuxhët janë dy popull, ku secili popull prej tyre ka 400.000 popull të tjerë. Nuk e arrin vdekja asnjërin prej tyre derisa të shohë para vetes 1.000 meshkuj të armatosur, që të gjithë prej barkut të tij. Thash: o i dërguari i Allahut, ne i përshkruaj ata. Ai tha: ata janë 3 llojesh, një lloj prej atyre që e kanë trupin si pema El Erz. Thash: e ç'është pema El Erz? Ai tha: është një pemë e madhe në Sham, që arrin 120 kut, para krah lartësi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: këta janë ata të cilët nuk ju del përpara as forcë dhe as hekur. Një lloj tjetër, njërin vesh e përdorin për shtroj dhe tjetrin për mbulesë. Ata nuk kalojnë pranë ndonjë elefanti, e gërsire, deveje apo derri e të mos e hanë, saqë edhe ata që vdesin prej tyre i hanë. Fillimi i tyre është në Sham dhe fundi në Khorasan. Ata do t'i pinë të gjithë lument e lindjes dhe liçenin e Taberijes. Shkatërimi i tyre. Yexhuxhët dhe Maxhuxhët, burra, gra dhe fëmijë, do të rinë duke rënuar dhe shkatëruar në tokë. Ata do të vrasin njerëz dhe do të shkelin të drejtat e tyre, gjërat e shenjta për ta. Mendimasia dhe jeta e shfrenuar e tyre do të arrijë kulmin, aq sa prej kufrit, mohimi të tyre do të arrijnë të hedhin shigjetën drejt qiellit për të mposhtur banorët e tij, ashtu siç mposhtën banorët e tokës. Nuk do të shpëtojë nga ata askush, përveç atyre që janë strehuar në përkështjella ose që janë fshehur. Edhe Isa alayhis salam bashkë me grupin e besimtarëve do të strehohet prej tyre me udhëzimin e Allahut në malin Tur. Ata i kaplon uri e madhe dhe pas një përpjekje shumë të mundimshme kanë nevojë për gjithçka. Atëherë Isa alayhis salam së bashku me shokët e tij kërkojnë ndihmë prej Allahut të lartësuar, siç u përmend në hadithet e mësipërme. Allahu dërgon në qafat e Yexhuxhëve dhe Maxhuxhëve nagafin, krimbin, dhe ata do të vdesin që të gjithë. Më pas Allahu dërgon disa zojsh me qafat si të deveve, të cilët i marrin kufomat e Yexhuxhëve dhe Maxhuxhëve dhe i hedhin ato atje ku dëshiron Allahu. Më pas Allahu dërgon një shi të madh, i cili e lan dhe e pastron tokën prej tyre, derisa e bën si guack margaritari. Pastaj i thuhet tokës: nxirri frutat e tua dhe ktheje bereqetin tënd. Nga Ebu Seid el-Kudriu radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: hapet bllokada e Yexhuxhëve dhe Maxhuxhëve dhe ata dalin tek njerëzit, siç tha Allahu i lartësuar. Zbresin prej çdo lartësie duke shpejtuar. Ata fillojnë duke rënuar në tokë dhe muslimanët do të vdesin
në për vend banimet edhe kështjellat e tyre, duke marrë me vete baktit. Ata i pinë të gjitha, ujërat e tokës në për të cilat kalojnë, aq sa disa prej tyre, domethënë Yexhuxhve dhe Maxhuxhve, kur kalojnë pranë lumit, e pinë të gjithë ujin e tij, derisa e lën atë të thatë, dhe kur të kalojnë pranë këtij lumi, ata që vinë prapa do të thonë: "Këtu ka pasur ujë dikur." Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Aq sa nuk do të mbes dikush prej njerëzve, përveç se do të mbrohet në përkështjella ose qytet." Njëri prej tyre, domethënë Yexhuxhve dhe Maxhuxhve, këta ishin banorët e tokës me të cilët mbaruam punë me ta. Tani na kanë mbetur banorët e qiellit. Pastaj njëri prej tyre përdredh shtizën e tij dhe e hedh atë drejt qiellit, dhe ajo kthehet e ngjyrosur me gjak, si sprov dhe bela për ta. Ndërkohë që ata janë në këtë gjendje, Allahu dërgon në qafët e tyre një krim si nagafi, që del në hundët e deveve dhe të deleve, dhe ata vdesin që të gjithë, dhe nuk ndihet prej tyre asnjë lëvizje. Muslimanët thonë: "A ka dikush i cili do të sakrifikohet për të vëzhguar se çfarë bën armiku?" Kur një vullnetar të dalë dhe ai do të mendojë se nuk do të kthehet i gjallë, ai do të shohë se të gjithë kanë vdekur, ndërsa kufomat e tyre do të jenë të shtrira njëra mbi tjetrën. Pastaj ai do të bërtas: "O musliman, gëzohuni se Allahu i lartësuar e shkatërroi armikun tuaj." Muslimanët do të dalin prej vend banimeve dhe strehimeve dhe do të lëshojnë begatit e tyre, të cilat nuk do të kenë kullota përveç mishit të Yexhuxhve dhe Maxhuxhve. Mirë po ato do të majmen, edhe do të shëndoshen aq shumë sa kur më parë nuk janë shëndoshur me secilën bimë që kanë arritur të hanë. Në një transmetim nga Atiyetul Aufi, që e përcjell prej Ebu Seidit radiallahu anhu, i cili rrëfen se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata shkatërrojnë çfarë gjejnë në tokë, përveç atyre që strehohen në përkala, dhe kur mbarojnë punë me banorët e tokës, atëherë ata i drejtohen njëri tjetrit duke thënë: Kanë mbetur ata që janë strehuar në përkështjella dhe banorët e qiellit, dhe atëherë i hedhin shigjetat e tyre drejt qiellit, të cilat kthehen të mbuluara me gjak. Atëherë ata thonë: Kur e atuam prej banorëve të qiellit dhe na kanë mbetur ata që janë strehuar në përkështjella, atëherë i rrethojnë kështjellat, derisa ata i kaplon vështirësia dhe belaja. Ndërkohë që ata janë në këtë gjendje, Allahu dërgon në qafat e tyre nagafin, i cili u ashtrembron qafat, dhe pastaj bien të vdekur njëri mbi tjetrin. Një burr prej besimtarve, prej shokëve të Isait alayhis salam, që janë rrethuar së bashku me të, thotë: Allahu, Zoti i Qabes, i vrau ata. Besimtarët thonë: ndoshta po na bëjnë ndonjë dredhi që të dalim tek ata dhe të na shkatërrojnë ashtu siç shkatërruan vëllezërit tanë. Ai thotë: ma hapni mua derën. Shokët e tij i thonë: nuk ta hapim. Atëherë ai i thotë: më zbrisni lidhur me litar. Dhe pasi zbret, i gjen të gjithë të vdekur. Pas Yexhuxhve dhe Maxhuxhve nuk kam më vrasje. Pasi Allahu i lartë madhërisëm i shkatron Yexhuxhët dhe Maxhuxhët, nuk mbetet në sipërfaqen e tokës dikush tjetër veç besimtarve. Atëherë përhapet bereqeti, begatia dhe mirësia, për shkak se shpirtrat e tyre janë të pastër dhe të kulluar. Në atë kohë nuk do të ketë më as vrasje, as luftë. Nga Seleme ibn Nufeil radiallahu anhu, përcillet se ka thënë: ndërkohë që unë isha ulur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhi tek ai një burr dhe tha: o i dërguar i Allahut, kuajt po braktisen dhe armët po lihen. Disa popull pretendojnë se nuk ka më luftë dhe se bara e luftës ka kaluar. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ata kanë gënjur, lufta tashmë sapo ka filluar. Një grup prej umetit tim do të vazhdojnë të luftojnë në rrugë të Allahut. Nuk u bën dëm atyre kushdo që do t'i kundërshtojë. Allahu do ta furnizojë këtë grup me plaçkën e luftës që do të marrë prej armikut të cilin do ta luftojnë, zemrat e të cilëve janë të devijuara. Ata do të luftojnë derisa të bëhet kiameti, dhe bara e luftës nuk hiqet derisa të dalin Yexhuxhët dhe Maxhuxhët. Haxhi do të vazhdojë të kryhet edhe pas zhdukjes së Yexhuxhve dhe Maxhuxhve. Nga Ebu Seid el-Kudriu radiallahu anhu,
për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Haxhi dhe umreja do të vazhdojnë të kryen në shtëpinë e shenjtë, Qabe, dhe pas daljes së Yexhuxhve dhe Maxhuxhve,